Aktoria dhe prezantuesja e njohur Rudina Dembaçaj ka rikthyer vëmendjen tek një detaj që shumë njerëz e kishin haruar nga jeta e saj private. Gjatë një bisede spontane dhe me humor, ajo pranoi se dikur ka qenë e fejuar me regjisorin dhe aktorin Eduard Grishaj, i cili sot është bashkëshorti i moderatores Arbana Osmani. Ky fakt ka qarkulluar prej vitesh, si thashë them në rrjet, por Rudina e konfirmoi për herë të parë së fundmi, duke e shoqëruar deklaratën me batuta karakteristike të saj. Rudina njihet për mënyrën e drejtë për drejtë të komunikimit dhe për faktin që shpesh trajton tema personale pa ndrojtja. Në këtë rast, ajo tregoi se historia me Eduard Grishajn është një kujtim shumë i largët, madje aq i zbehur sa që vetë thot se nuk e kujton më qartë. Të betohem që nuk mbaj mend asgjë. Pi 4 kokra omega-3 në ditë dhe jam shumë rënd me memorien, u shpreh ajo me të qeshur, duke pranuar se koha, ndryshimet dhe jeta e kam bërë të mos ndalet më gjatë tek e shkuara. Megjithatë, ajo e vlerësoi familjen e tij, duke treguar se marrëdhënia ka qenë e qetë dhe pa konflikte. Më ka lënë një shije shumë të mirë familja e tij. Kam qenë shumë e vogël, tha Rudina, duke nënvizuar se historia ka ndodhur në një periudhë të hershme të jetës së saj, përpara se të njihej në publik dhe shumë kohë përpara ndryshimeve të mëdha në jetën e saj personale. Rudina ka kaluar disa etapa të rëndësishme emocionale, përfshirë divorcin nga ish bashkëshorti i saj dhe martesa e saj aktuale me ish deputetin Mark Froku. Për shkak të këtyre ngjarjeve dhe ndryshimeve të shumta në jetën e saj sentimentale, ajo nuk nguroi të përdorte ironi, duke thënë: "Mua s'më vihet faj, se ndro burr, më është bllokuar memoria." Me këtë deklarat, ajo jo vetëm ironizoi veten, por edhe mënyrën se si publiku shpesh e ndjek e jetën e saj personale me intensitet të madh. Reagjimi i Rudinës u prit me humor në rrjetet sociale, ku shumë persona e komentuan si një nga ato situata që vetëm ajo diti shndëroi nga batut dhe moment mediatik. Pavarësisht nga e shkuara, aktoria tregoi edhe një herë se ajo dita mbaj veten me humor dhe vetë ironi, duke i dhënë mesazhin se jeta ecën përpara dhe kujtimet, të bukura ose jo, mbeten thjesht pjesë e rrugës.